Bedri Hamza, menaj që është qaja figura politike që i bashkon edhe këta të kalunt, edhe Drenicën, edhe Llapin, edhe komandantat, edhe këta të shikut, edhe këtë qëto strukturat e PDK-s. Cili do tjetër, sigur me u këthuj prap të Limaj, një pjesa ma e madhe e PDK-s u konë për me fut Limajn me rikëthy në PDK. Po u konë një grup i caktun, që ata pavarësisht që mund me ka 3-4, ata kanë fuqi gjatë madhe politike që jënë ka kondër. E Bedri Hamza shihet si figur ma unifikuse e krejt PDK-s, edhe figura dytë që në menaj që kish mujt me qenë, si të themi, në udhëheqjet të PDK-s, është edhe Agim Aliu, po kjo për faktin që pak Drenica dënë me rujt këtë anën nena se është bastionet e PDK-s, prap menaj që Bedri Hamza ka me qenë... A egziston, pra a i miti, Dagaj, edhe këtë pyetje shkurtimisht me ty, pra që një kryetari PDK-s domosdoshmërisht duhet jetë i lidhur o me Drenica o me Mitrovicë. Njërën. Natyrisht për shkak se edhe... Beseri është nga Mitrovica, Hamza është nga Mitrovica, krasi që ka lidhje me Mitrovicën ka jetuar një kohë. Atje, faqe pa ishte nga buroja. Nga njëra anë nuk është e mirë, për shkak se një subjekt politik duhet me synu me konë i gjithë Kosovës, jo vetëm i një rajoni caktun, madje nuk është as i shëndetshëm që nëse na e shohmi që janë do bastione që tje ku ruan. Po nuk besoj që në këtë moment çfarë ndodhet PDK-ja, guxon me rreziku me asnjë figurë tjetër përveç Bedri Hamzës. E unë mendoj që Bedri Hamza e ka shumë lehtë, edhe veprimi i parë që duhet të bëjë është me si themi me akomodu në aty ku e meriton, edhe me Mili Krasniqi, e me ullë në tavolinë edhe Ramiz Ladrovcin, e po ashtu edhe Sami Lushtakun. Sa mundet mi menagju tani e mës milion ata me u prish apet për interesat të veta ose për kësi grupe, aja lmetet me u pa, na gazetar jena këtu edhe kena me kritiku kur t'i shumë. Po mdogët veç na jena konstantja këtë vend. Bëtishe, sa i veket Hamzës? Po, mendoj se zoti Bedri Hamza është kandidati më i mirë që ka PDK-ja për menaxhimin e brendshëm, po edhe drejtimin e drejt mundësisë për pushtetin e ri. Dhe mendoj që janë edhe disa karakteristika tjera, sigurisht priordhja e tij, pastaj autoriteti i tij, koha në PDK, domethënë nuk është një outsider, po është një njeri që pak a shumë ka rrugtuar me PDK-n gjatë krejt kohës. Rezultatet e tina edhe si ministër, edhe si guvernator, edhe si kryetari i komunës. Domethënë Bedri Hamza ka një bagazh pozitiv në karrierën e vet politike. Dhe mendoj që i shkon kandidati më i mirë edhe përballë kundër kandidatëve të tij, siç është zoti Kurti, kryeministri në detyrë, sepse është komplet e kundërta e tij.